أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falendrojmë dhe madhrojmë se çdo herë Allahun e lartësuam, shojmë selavate për pejgamberin ton të bekuar. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për këtë besimtarët e besimtarët, gjallës së të vdekun dhe për ata që kanë marrë pas neve deri në ditën e Kiametit. Në dersin e kaluar, imami na solli një hadith si përkujtim për sprovat. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imami na tregon se sprova më e madhe që ka pasur ky ummet është me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tham që mas këtij testimi, mas kësaj sprove, nuk kemi arsye na për cilën do sprovë tjetër që mos me bë sabër. Kështu që imami e ka pasur me logjikë të shëndoshë dhe me vend që na ka sjellë atë hadith si sprovën më të madhe me cilën është sprovuar një besimtar i këtij ummeti. Mirë po, imami nuk vonalet me kaq. Imami tash na i sill disa hadithe tjera që na tregon se besimtari ka mu sprovu gjatë tërë jetës tij. Na i sill disa ngjarje frymëzuese se si besimtarët që kanë sprovu në këtë dunja, qysh prej kur ekziston këtë dunja. Qysh prej kur Allahu e ka kriju këtë botë, besimtarët kanë sprovu në jetët e tyre. Edhe kjo na tregon ato që e ka cek imami se rruga e të devotshmëve është e shtruar mbi sabër. Andaj edhe thot njëri prej dietarëve, ai që thot kam besu, sikur i thot Zotit sprovo më sot. Është e njëjta, ai që thot e kam besu Zotin, e shpreh një lloj gatishmërie, saqë sikur po i thot Zotit sprovo. Testom. Kështu që për këtë rrugë dohet sabër. Andaj, thëtë Allahu i lartësuar në surën Ankebut, Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Thëtë Allahu, Elif Lam Mim, a mos menduan njerëzit se kanë me u lanë për pa u sprovu, vetëm për shkak se po thojnë kemi besu? A mos menduan njerëzit se do të lirohen nga sprova, edhe s'kemi me i sprovu ata, veç për arsyen që po thonë jemi besimtar? Thot Allahu në ajetin e vjen, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Na i kena sprovu edhe atë që kanë qenë para tyne. Edhe para tyne ka po njerëz që ka thonë i kemi besu Zotit. Mirë, po këtë sprovë e kemi këshyrë, këtë iman e kemi shiku në praktik, këtë iman ja kemi vërtetu kur i kemi sprovu. Në hadithin e radhës, në hadithin e 30, imami na sjell një ngjarje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ja tregon sahabëve dhe shokëve të tij. Hadithi është i gjatë, po na do ta themi vetëm gjuhën shqipe shkaku i kohës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë, thot përpara juve, një mbret. Ka qenë një mbret i cili ka sundu popull. Edhe pushtetin e tij, mbretërit, pushtetin e tyre e kanë shtri në çdo fushë të mundshme. E kanë shfrytzuar çdo mundësi për me tregu autoritetin e tyre, e sidomos e kanë shfrytzuar në kona të lashta dhe magjin. Thot pejgamberi ai son ky e ka pasur një magjistar shumë të Zotit, të aftë, i cili me magjit e tyre i ka marrë njerëzit në frikë, edhe vetëse e ka forcuar dhe më shumë pushtetin e mbretit. Por thot vjen koha dhe ky magjistari plakët, lodhet. Edhe i thot mbretit, ma gjej një djalosh. Ma gjej, thot, një djalosh cilin ku me marë edhe me jamësu magjin prej fillimit. E mas andaj ti keme shfrytzu ata për pushtetin tënë. Edhe mbreti me mundësit asoj kohë e merë edhe zgjedh një djalë të ri prej vendit të tij që ka sundu. Edhe masi e merë atë djalë të ri edhe zgjedh, fillon edhe ky djalë i ri shkon tek magjistari me mësu magji. Mirë po subhanallah, kur dënë Allahu me udhëzu dikon, e udhëzon edhe me sebepin më të vogël. Rrugës këtë duke shku të magjistari,
e sheh një njeri i cili ka qenë në shpellë. Një njeri i cili ka banu në një mal. Edhe nalet atë, kur e sheh, ai ka qenë një prift. Për atyre që kanë besu Isajin a.s. në formë të shëndosh. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur pas ngritjes së Isait. Domethënë nuk ka qenë shumë larg koha kur ka ndodhur para kohës së mu dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e sheh atë priftin, kë nalet pak me të dhe bisedon. Edhe ai fillon e i tregon arsyeën pse ka ikë. Edhe pse është duke nejt veç vetë në shpellë, thotë jam duke qëndru këtë, shkaku që me rujt besimin tem. Ky djalosh që ka qenë i mençur, thotë cëllim besim. Thotë besimin në Zotin një. Edhe tash ky e bën si shprehi ky djaloshi, sa herë ka shku me mësu magji, është nalë edhe të ky prifti. Është nalë edhe të ky njeri i devotshëm. Derisa filloi mu vanu tek magjistari, e ai filloi me rreh. Edhe prifti, njeri i mençur, ja tregon një lloj hileje. Thotë kur vanohesh te magjistari, thuj ju vanu shkaku i familjes. E kur vanohesh për tek familja, thuj jam vanu shkaku i magjistarit. Thotë edhe mu mos më përmend tek ta. Edhe me atë marrëveshje ai fillon edhe vazhdo mësimet e tij edhe tek prifti. Një ditë duke ecë rrugës, e sheh një kafshë të madhe që ja ka bllokuar rrugën njerëzve. Edhe i ka vendosur njerëzit në vështirësi, saqë asnjë nuk po mundet me largu atë kafshë. Ky djalë i ri me logjik të pastër, me iman të shëndosh, thot tash ka ardhur koha me këshyr ama i fort është mbreti, edhe magjia magjistarit, ma i fort është Zoti i njeriu të mirë. Thot tash ka ardhur koha me vërtetu. Edhe çka bën kë? E merr edhe provon me largu atë kafshën për rrugës me magji. Provon me ato magji që ja ka mësu magjistari, kot, ajo s'largohet. Edhe thot tash pe provoj me Zotin e njeriu të mirë. E merr gurin, thot o Allah, nëse ti je i vërtet, edhe nëse ajo që ma ka mësu ai njeriu i mirë është e vërtet, bëje që emri yt me kallëzu fuqinë tane. Edhe e merr gurin, bismillah, e gjun kafshën, edhe ajo ngordh. Moment. Edhe këti më vetë se i bëhet e qartë që magjia është e kotë, edhe rruga vërtet është rruga e Allahut të lartësuar. Ky e lën më dhe nuk shkon tek magjistari, po kthehet në shtëpinë e vet. Edhe ja nis thirr njerëz në din, thirr njerëz në fe. Edhe subhanallah, kjo veç na tregon qysh Allahu e ruan këtë din ka njëherë edhe me një djalosh. Allahu këtë fe e ruan edhe me do njerëz që nashta në sytë e njerëzve janë të nënçmuar. Shiko për Ibrahimin a.s. Për Ibrahimin a.s. Allahu përmend Kur'an, thotë kur i ka thyer zotat, edhe ata po diskutojnë kush ja ka bë zotave një gjatë tillë, po thonë inna sami'na fata. Na e kemi një djalosh, e ka emrin Ibrahim. Mirë po për të Allahu po thotë inna Ibrahime kana ummeten. Ibrahimi u kon ummet në veti. Popull në veti. Këta po i thujnë djalosh, sa që në sytë e ty në ka qenë një djal i nënçmuar, ama Allah tha ja, Ibrahimi tek Allahu, ummeten është vlen sa një ummet, shkaku imanit tina. Kështu që Allahu këtë din, e ruan edhe me njerëz që në sytë e tonë, nashta janë të nënçmuar, mirë po në sytë e Allahut janë shumë e vlerë. Edhe subhanallah, kjo veç na shtën bindjen edhe na shtën vullnetin që na dohet me u munu me i ba shërbim këtij dini. Na dohet me provu me i ba shërbim këtij dini, nga se feja ka me vazhdu me ose pa neve. Xhamia ka mu mush me ose pa neve. Derse të vazhdojnë me ose pa qena. Ama a kemi na atë fat që me jadhon një shërbim të vogël këtij dini. Se Allahu ka me përhap Islamin, pejgamberi sa Mekë ka qenë, është betu, ka thonë pasha Allahun, kjo fe, kjo çështje, ka me arrit ku arrin nata dhe dita.
premtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Allahut është i vërtetë. Mirë, po na a kemi fatin që me kontribu pak diçka në këtë rrugën e këtij dini. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon edhe ja tregon ngjarjen, thotë, ky djaloshi arri me një gradë të lartë. Saqë ky prifti po i thotë: o djalosh, sot te Allahu ti je më i mirë se sa unë. Edhe thotë, qysh po e shoh unë, çështja jote ka për të zbulu, se Allahu ty të pas ka përgatit për diçka shumë të madhe. Thot, po kur zbulohet çështja jote, mos përmend mu. Mos përmend, thot mu, thot se unë jam njeri i kërkuar prej mbretit. Edhe vazhdon ky djaloshi rrin në shtëpinë e tij, i bën davet njerëzve për rreth tij, saqë njerëzit e marrin si pikë referimi, si pikë referencë, edhe shkojnë tek ai për çdo të lash. Saqë shkonin njerëzit dhe kërkonin shërim për smundjeve të ndryshme, e ai e luste Allahun, e Allahu i shërike. Derisa i del emri në mbretëri, edhe tek ai shkon njëri prej ministrave të mbretit. Ky ministri ka qenë i verbër, dy syt. Edhe shkon te ky djalosh që thotë: djalosh, nëse u mshëron, ku me dhon pasuni saqë sy'n jot nuk ka pa. Thot pejgamberi sa më ja bën djaloshi, unë nuk shëroj. Shërues është vetëm Allah. Thot, po nëse ti beson Allahut, edhe e lusëm Allahun bashk, nashta Allahun na i pranon lutjen edhe të shënon. Edhe ministri e provon, e beson Allahun, lutet bashkë me djaloshin, edhe i kthehet shikimit. Kur shkon nesër në pallat tek mbreti, shkon duke shikuar. Edhe kejt çuditën. Edhe mbreti thot, atë ka shëru magjistari vet. Thot, jo, ka shëru Zoti jam. Mbreti i dhrohet dhe thot, pse cillën zot e ki tjetër përveç meje? Ai thot, ministri, Zoti jam, edhe Zoti yt është Allah. E merr ministrin edhe torturon derisa ashtin me tregu se kush e ka shëruar. Ai thot, shërimin e kum gjet në duart e një djaloshit në filan vend. Mbreti i merr magjistart, i merr shërtorët e tij, ushtarët, edhe shkon te ky djalosh. Edhe mas e marrin djaloshin edhe arrestojnë, mbreti fillon e debaton me ta. Thot, qysh e la magjin që na ta mësonëm? Ai thot, e kum gjet rrugën e drejtë. Kush ka udhëzuar në atë rrugë? Djaloshi në fillim nuk tregon. Mirë për shkaku i torturave, edhe kë e zbulon atë priftin, atë njeriu e mirë që ka mësuar prej tij. Kështu që magjistar shkojnë në mal, edhe marrin edhe atë priftin për ku ka mësuar djaloshi, edhe binë në pallat. Edhe mbreti fillon i torturon të trekta. E merr ministrin edhe ja vendos sharrën në midis kokës së tij, thot pejgamberi alayhis salam. Edhe i thot, mohaje Allahun. Ai thot, pasha Allahun, kurse mohoj ata që ma ka dhënë shikimin. Kurse mohoj që ata që mi kthej syt. Edhe subhanallahu që kjo është imani kur e prek njeriu në zemër. Thot Allahu në Kur'an, kejfe tekfurune billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Se e mohoni ju Allahun me çfarë drejte, kur ju ishit të vdekur, ai ju dha jetë. Ju ishit të vdekur, Allahu ju dha jetën. Pra kur nalet i kujton njeriu të mirat që ja ka dhënë Zoti, qysh e mohon? Ministri thot, pasha Allahun, nuk e mohoj kurrë ata që mi kthej syt. E thot pejgamberi sa e prejnë për gjys me sharr. E marrin thot priftin. Edhe këti i thojnë njëjtën kërkesë. Moho. Ai thot, pasha Allahun, nuk e mohoj Allahun i cili më ka udhëzuar. Edhe thot pejgamberi sa e marrin me sharr dhe e prejnë për gjys. Rendi i vije këtij djaloshit. Ama subhanallahu që kjo është sabri, durimi. Ky duke i shikuar ata dy, jo që i ka lëviz zemra tij, jo që ka filluar me dyshum, këtij ju ka shtu bindja. Ky në ato momente vetë sa ju ka shtu imani. Edhe mbreti prej frikës që ky është njeri i bekum, nuk po don me prej me sharr, thot shkon edhe dërgon me një mal edhe hedh në prej malit. Kur shkojnë atje edhe dojnë me hedh prej malit, ky djaloshi e bën një lutje. Thot, Allahumma kfinihim bima shi't. O Zot,
më mjafto mua kundër tyre me çka të duash. Thot pejgamberi ajsam, Allah dërgon Allahun një tërmet, krejt këta vdesin, vetëm djaloshi shpëton. Edhe vjen prap ky i gjallë përpara mbretit. Nuk po ik sa herë, shkon i gjallë. Edhe i thot mbretit, nëse dën me mbyt mu, unë të tregoj qysh. A ke vendos me mbyt, dhe të unë tregoj. Edhe mbreti kujton që ky po bën hajgare, po tallët, djaloshi thot, merre thirrë krejt njerëzit, thirrë krejt popullin. Dërsa mu merrem edhe lidhem me një trunk përpara tyre. Thot merre shigjetën edhe vendosën në mesin e harkut. Edhe kur të ngreh shigjetën, thuj me zot të madh, Bismillah, me emrin e Allahut, Zotit të këtij djaloshi. Thot veç në çet formën është me myt. E merr mbreti, çu thot ai? Se konsideron këta të rrezikshëm, e konsideron që kumret me ja marr pushtetin, edhe merr e thirr këtë popullin. Edhe merr shigjetën, çu i ka thonë djaloshi. Thot Bismillah, me emër të Allahut, Zotit të këtij djaloshi. Edhe lëshon shigjetën, edhe me shigjet e godet në mes të ballit. Edhe djaloshi vdes. Momentin që djaloshi bjen pa shpirë në tokë, popullit i bëhet të qartë rruga e drejtë. Edhe thonë, ky s'ka mujt me myt këtë djalosh, veç kur e ka leju Zoti i tij. Edhe krejt ata bin shahadet. Krejt ata e pranojnë njëshmërinë e Zotit, thonë, Allahu është Zoti jon, jo mbreti. Edhe mbretit fillon me i dalë situata për kontrollit, edhe dhe vetëm në zgjidhje e sheh me i marrë me i hap disa gropa, edhe me i mbush me zjarr. Edhe fillon ai që ka refuzuar mu të rjek për imanit, e kanë gjumë zjarë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dej po i vjen rendi një gruaje që në krahun e saj e ka pat një fëmijë, një foshnjë. Edhe thot kur e nalet e sheh foshnjën duke pi, thot i dhimbset. Thot e Allahu për me ja forcu imanin e saj, e frymzon foshnjën me i thon disa fjalë. Thot foshnja, thot o nan, isbiri anti alal haq. O nan, dora se ti je në hak, ti je në të vërtetën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nana e merr fëmijën e saj edhe hidhet në zjarr. Allahu për këta na ka zbrit një sure, surën Buruj, që Allahu në të e tregon gjendjen e tyre, edhe në fund thot se ata janë në xhenetet e Zotit. Andaj thot Allahu kutil ashabul ukhdud, mallkum qofshin njerëz që kanë qelë hendeqe zjarri e që i kanë dënu besimtarët në to. Kështu që besimtari të nderuar vllazën duhet me kanë durimtar. Në rrugën e Zotit, shiko se me çka janë sprovu njerëzit. Shiko se çka na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se me çka janë ballafaqu njerëz të umeteve tjera. Qysh u përhap ndryshe këtë din vetëm me sabër, vetëm me mund. E kemi përmend luftën e Kadisijës, lufta më e madhe që ka zhvilluar Omeri radiallahu anhu dhe muslimanët kundër Persisë. Në një luftë kanë vdek 8500 muslimanë. 8500 besimtarë, veç me një luftë. Sa që kur i ka kërku Omeri emrat e tyne, kanë thonë, ja Amir el Mu'minin, 3000 pej tyne nuk e kanë shku emrin hiq, që mos me marë plashkën e luftës masanej. Mos me u pagu, nuk pëdim kush janë. Edhe ka fillu Omeri me qajt, ka thonë na nuk i dim, po i din Allahu. Kështu që ky din që shto përhap, kjo fe që shto rujt me mund, Imam Ahmedi Allahu mëshiroft, ka thonë e kum kry haxhin 5 herë. 2 herë e kum kry haxhin në Kam. Pej Bagdadit deri në Mekë i ka 1500 kilometra. Thot në Kam kam shku edhe ju më kthy 2 herë. Për çka? Me gjetë në një pej dietarëve, e me marrë me shkru një hadith, e me marrë me shkru qysh kryet haxhi, e sot e kena musnedin e Imam Ahmedit me 52 vëllime në për shtëpia tona. Ky din është rujt me sabër. Andaj edhe sot besimtari kur t'i nin këto hadithe, duhet me forcu veten e tij, me i dhënë vullnet shpirtit të tij edhe me bë sabër në rrugën e Zotit.
Në hadithin e 31, imami na sjell tash një hadith tjetër. Sikur dhe që tash po thot, ju kom tregu çysh duhet me bë sabër, tash thot po ja u bi një hadith pak çysh nuk duhet me u gjet në raste të durimit. Thot Enes radiallahu anhu, ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afër një varrit, edhe po e sheh një gru duke qajt mbi varr. Asaj grus me gjas i ka dek djali i saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon afër saj dhe i thot: "Jem mrae, o ti grua, frikësoj Allahut edhe bë sabër." Thot Enesi, ajo hiç nuk u kthy me shiku kush po i flet. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ilaika anni, hiç musysh, largohu pej meje. Nuk të ka gjetë ty ajo që më ka gjetë mua." Pra, pejgamberi alisam po shkon po e këshillon, ajo në mërzinë e saj, që e ka varros djalin e saj, po i thot pejgamberit alisam, largo më se ty nuk të ka gjetë ajo që më ka gjetë mua. E kjo është një gabim i plot muslimanëve sot. Fatkeqësisht na nuk e këshyrëm çka po këshillohemi, po e këshyrëm kush po na këshillon. Imam Ahmedin që e përmend më herët, e të përmend djalit i Salihu, thot, e kam dëgju babain tim me vite, duke u lut për Ebul Haytham. Thot dhe sa njëherë po i thëmë o bab, kush është kë Ebul Haytham që po lutesh për ta? Thot është një hajn. Është një vjedhës. Thot që po lutesh për ta? Thot, kur kam qenë në burg, edhe duke u dënu shkaku me pranu se Kurani është i krijuar, thot edhe fillonën me godit me kamxhik. Thot, kur kanë qenë duke u marrë mu për me më dënu, është dalë dhejt e dera burgut edhe mi ka thonë dë fjallë. Më ka thonë, o imam, jam dënu kaq herë me kamxhik, shkaku që kam pi alkohol edhe kam vjedh. Edhe kam duru në rrugë të shejtanit. Fasbir ente ja imam fi sebilir rahman. Ati o imam të ka hije sot me duru në rrugë të rahmanit. Unë kam duru në rrugë të shejtanit, ju më dënu kaq herë, ti duro hatri rahmanit. Edhe më ka thonë o imam, nëse ata të mbysin, kjo mysh dhe për ty, shahid lak, po edhe nëse nuk të mbysin, ti apet ki me vdek. Thot, ma bejneke wa bejnë el gjennete illa an tuktel, midis teje dhe midis gjennetit, është veç vrasja jote. Thot imami, atëherë kur kam dash me pranu fjallën e tyne, shkaku i dhunës, më është kujtu këshilla e Ebul Haytham. Edhe, thot që sa vite, lutna për ta. Pse kjo? Se ai nuk e ka këshyrë kush pe këshillon. Ai e ka këshyrë çka ka këshillon. E kjo gruaja hiç nuk po kthehet me këshyrë kush është një herë, as nuk po ka dert çka po thot. Mirë pa ajo e ka pa dert veç belan që e ka gjetë, e i thot hiç musysh se ty nuk të ka gjetë ajo që më ka gjetë mua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i inspiruar prej Zotit nuk merret hiç me ta. Edhe lan kthehet në shtëpinë e tij. Kur i thuhet asaj grus, çaj që të këshilloj ty, ishte pejgamberi Zotit. Çaj që i the nuk të ka gjetë ty ajo që më ka gjetë mua, e ka gjetë ata 5 herë më shumë se sa ti. Se të 6 fëmijët e tij i ka varros me durë të veta. Edhe ajo fillon edhe çan, edhe shkon direkt tek dera pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Enesi, shkon tek pejgamberi alaihi salam, edhe çuditet se tek dera e tij nuk gjen roje. Nuk gjen njerëz duke ruajtur. Thotë troket në derë, edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falem o i dërguari i Allahut. Pejgamberi alaihi salam po i thot, durimi, sabri, fi satmetil ula, është në goditjen e parë. Tashmë ty të ka ikë se vapi durimit. Tash nuk o koha më për me duru. Por me na të regu që në fillim të sprovës, që atë matët sabri, që atë matët devotshmëria, tash mas kësaj kohë, të ka ikë se vapi. Të ka ikë shpërblimi i durimit i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin e 32, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Yaqulu Allahu Ta'ala, ma li abdil mu'min indi jaza, idha qabadtu safiyehu min ahli dunya thumma ihtasibuhu illa al-janna. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thon Allahu i lartësuar, nuk ndodh që unë dikujt na më marr
dy të dashurat e tij. Pa qëllimi dy sytë e tij, shikimin e tij, me sprovu me shikim. E ky duron, ama jo vetë që duron, po e bën tukan i mbështetur në Zotin, të llogarit në shpërblimin të kone, thot Allahu vetë se ku më shpërbly me xhenet. Për ata që duron në fatkeqësi, edhe duron në duke llogarit në shpërblimin e Zotit. Në hadithin e 33, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Aisha, e cila ka vetë ja Rasulullah, çka është puna e murtajës, at-taun, smundjeve të rënda që Allahu i dërgon. Pejgamberi alayhis salam thon, në fillim ajo ka qenë si dënim për njerëz shkaku i gjunaheve. Mas andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu me të ose dënon, ose kanë herë ka edhe si mshir shkaku që me të i fal njerëz shkaku i sprova. Mirë po thot pejgamberi alayhis salam, ai që duron kur goditet me të, edhe llogarit tek Zoti shpërblimin, i shkruhet ai që vdes prej saj sikur shahid. Ai që vdes prej murtajës, edhe që llogarit tek Zoti shpërblim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkruhet sikur se me qenë shahid. Hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu i lartësuar, kur të sprovoj robin tem, duke ja marr safijehu, të dashurin e tij prej njerëzve. Safijehu e ka qëllimin një njeri që njeri e zgjedh për këtë rrethit të tij. Kjo mundet me qenë fëmijë i tij, mundet me qenë shoku i tij, mundet me qenë familjar i tij, po dikon që për të është shumë i çmueshëm. Thot Allahu, kur e sprovoj robin tem, duke ja marrë qët safijin e tina, që të zgjedhurin e tij, duke e sprovu me vdekjen e tij, thot edhe ai duron, duke llogarit në shpërblim, thot për shpërblim e ka xhenetin. Apet lidh me të sabri. Shikoj sa na skemi me pat mundësi tjetër pa u sprovu në këtë botë. Cili për neve nuk na ka ndruar jetë dikush prej të afërmëve tonë. Edhe kemi mu sprovu në të ardhmen me këtë pikë, mirë po sabri e bën dallimin. Sytë e tonë sabri është shumë i lehtë. Mirë po nëse njeriu bën sabër kur sprovohet, që nuk pas ka mundësi pa u sprovu, Allahu po e shpërblej ka në xhenet. Andaj e përmenin për Dhulkarneinin, i cili ka diskutim a ka pejgamber apo njeri mirë, edhe e ka sundu këtë botën. Kur është smu Dhulkarneini, ka qenë i larg familjes tij. Edhe tash kë e ka një derë, thot nëse vdes, qysh mi ia dhon lajmin nanës që është duke pritë të shtëpia. Edhe kur e shet që vdekja apo i afrohet, e merr njërin prej shokëve të tij dhe i thot, shko tek nana jam, edhe jepja që të dash për hedije, edhe le të therr kurban. Edhe thuj, masi të therr dashin për kurban, le të shpërndan mishin, ama me një kusht, që atë mish me hangër vetëm ata që nuk i ka vdek as kush për antarëve familjes. Me hangër për ati mishi, vetëm ata cilët nuk jenë sprovu me vdekjen e ndonjërit për rrethët e vetë. E merr nana lajmin që Dhulkarneini është smur, edhe e merr kurbanin, edhe e therr, po kur fillon me thirr thot hajdeni me hangër mish, i thonë kush, vetëm ai që Allahu se ka sprovu me vdekjen e ndonjërit për të dashurve të tij. Atëherë zvike kërkushit, se krejt njerëzit ishin sprovum duke i vdek ndonjëri për rrethët e tij. Atëherë ajo i thot shokët të Dhulkarneinit, thot po s'pas ka asnjë njeri që si ka vdek dikush në rrethën e tij. Atëherë ai thot, edhe ti o nan, bë sabër, se edhe ty të ka vdek, djalët ka vdek Dhulkarneini. Pra, krejt njerëzit kanë mu sprovu, besimtarë jo besimtarë. Mirë po besimtari, në momentin e parë kur goditet, e ka mbështetjen tek Zoti edhe duron. Për dallim prej pa besimtarit, i cili ai ka me duru, mirë po ka me duru mas një kohë, ati i ka up se vapi, sikur se pejgamberi sa mi tha asoj grus, ty të ka ik mundësia. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithla af'idatit at-tayr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me hinë xhenet disa njerëz, zemrat i kanë sikur të zogjve. Për shëllimi, zemrat e tyre janë mbështetur në Zotin, janë durimtar,
janë falëndërues, ata hinë xhenet dhe pejgamberi sa zemrat i kanë sikur se të zogjve. Pse? Se ai nuk ankohet asnjëherë. Në çdo gjendje është i kënaqur. Ka thonë dietarët ai edhe dimrit kënon. Edhe në vështirësina ai nuk e nal të zbihun që ja bën Zoti. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të parë që kanë me hyrë në xhenet janë el hamidun, ata që e kanë madhruar dhe kanë falendëruar Allahun fi sarra'i wad darra, kur i kanë pasur punë mirë, por edhe kur janë sprovuar dhe kur i kanë pasur punë keq. Imami na i sjell disa hadithe tjera që kanë bëjë me sabër në davet, me sabër në thirrjen në rrugë për tek Zoti, e që ato hadithe kemi me i shiku në dersën e ardhshëm, për me shiku se si ka dëru pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Musain alaihi salam, edhe si duhet me dëru dhe deri në cilin moment, këto i shohim në dersën e ardhshëm inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.